Oratori Don Bosco kthehet në pikë referimi gjatë stinës së verës për fëmijët, pasi çdo vit është kthyer në traditë hapja e lojrave verore. E tillë ka qenë edhe hëna në oratorin Don Bosco në Shkodër. Drejtuesi i këtij oratori, Don Bledar Huba, në intervistë për mediat, është shprehur se në këtë ambient fëmijët gjejnë gjithçka. Është një aktivitet që dëshiron me zon kohën e lirë në këto javë e verës për fëmijët, domethënë. Destinatarët janë fëmijët nga kopshti deri në klasën e 8. Pastaj janë pjesa tjetër që janë shkollat e mesme dhe universiteti që ofrojnë si animator, do të thotë që janë si kujdestar, si edukator të fëmijëve më vegjël. Numrat shkojnë gjithmonë të rrit. Këtë vit praktikisht janë pjesëmarrës 850 fëmijë të vegjël dhe janë 270 nimsa. 850 është numri i fëmijëve që janë pjesë e këtij oratori gjatë këtij viti, ndërkohë që e veçanta është edhe harmonia mes besimeve. Faktikisht edhe pse është në qendër Don Bosco, një qendër katolike në vetvete, por për sa i përket shërbimeve edukative që ka ofruar që nga fillimi i saj, nuk kemi bën kurrë dallimin, domethënë midis përkatësisë fetare. Faktikisht edhe tani në lojën verore, qoftë ndër animator, qoftë ndër fëmijët, janë të dyja besimeve kryesore, katolik, krishterë edhe musliman. Edhe faktikisht nuk ka asnjëherë asnjë lloj problemit apo paragjykimit apo një problem që mund të ndodhe midis as fëmijëve as animatorëve. Kjo është gjë edhe e bukur, edhe kjo është edukuese vetvete për to, faktikisht që rrinë krah për krah, punojnë, luajnë edhe pa problem. Qendra Don Bosco operon prej vitesh në Shkodër, duke qenë një pikë takimi e të rinjve në Shkodër, brezave të cilët kanë një hapësirë ku të zbaviten, në një qytet ku hapësirat mungojnë.